€100 për studentët, €100 për pensionistët, nga 30 deri në €90 në muaj për fëmijët. Kështu, në vitet e fundit, €10 miliona nga buxheti i Kosovës kanë kaluar drejt për drejt në xhirollogarit e qytetarëve përmes skemave të ndryshme. Por, çfarë thonë vetë qytetarët për këto transfere? Çdo ndihmë është e mirëseardhur për këtë gjendje që kemi na tash në Kosovë, varfëri e madhe. Megjithëse ato janë ndihma të përkohshme. Ndihma më e mirë kon me rrit pensionet, pagat me përqindje, me koste tjetër që shpërshtetove. Se ajo është ndihmë momentale €100 që janë zgjedhje. Më e rëndësishme është investimi në drejtim, për shembull, por që erdhe publike me pas sa më shumë, po ka mungesë erdhe publike. Unë për vetë fëmijë kam erdhe private, kosto shumë e lartë, minimum €250 për shembull për një fëmijë. Ma mirë është me investu në qa drejtim se sa këto tornat një herë që janë. Për Visari Merin, drejtor ekzekutiv në Institutin Musine Korkalari, pyetja nuk është nëse shteti duhet i ndihmojë qytetarët, por si duhet ta bëjë këtë. Unë flasëm për skemat sociale nga pozicioni i talëzën fjalisë, njerëzit kanë nevojë gjithë, po skemat sociale dhe përgjithësi politikat qeveritare duhet me pas një qëllim të caktuar, që mund të jetë afat shkurt, afat mesëm, po mirë me qenë afat gjatë. Për Ymerin, problemi qëndron pikërisht këto. Shumë nga pagesat e fundit, si ato për student dhe pensionist, janë ndihma të njëhershme pa një plan afatgjatë. Ai thotë se këto masa duhet të rregullohen me ligj dhe të jenë pjesë e një sistemi të qëndrueshëm të mirëqenie sociale, e jo të vinë si vendime të përkohshme që sipas tij rrezikojnë të perceptohen si lëmosh. Edhe pse i konsideron të nevojshme shtesat për fëmijë dhe për lehona, Ymeri shprehet i shkënjyer që shumat janë të njëjta për të gjitha familjet, pavarësisht gjendjes së tyre ekonomike. Radio Evropa e Lire ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse ka bërë matje për efektin e këtyre masave dhe nëse ato janë menduar si pjesë e një plani më të gjerë të reformës sociale, por nuk ka marrë përgjigje. Sipas Ymerit, futja në treg e parave pa analiza të qarta mund të mos e adresojë thelbin e problemit e madje të ketë edhe pasoja anësore. Në fund të dhjetorit të vitit e kaluar, vetë Ministrin e Detyrë i Financave, Hekuran Murati, kishte bërë të ditur se numri i familjeve që konsiderohen të cenueshme është rritur për 25%.